nuk e di do me thonë këty në herë që kanë dalë, që kanë lindë ka 10 fëmijë, 11, po tash po e shoh që shumë po ndikon kjo. Një fëmijë dë për shkak të gjendjes financiare, çmimet e larta, ose ndoshta njerëz edhe po lakmojnë, po kërkojnë luks ma shumë, nuk e di, po mendoj që ndikon shumë. Unë mendoj që jemi në një kohë, po flasim për Kosovën, që vetëm luksi nuk është luks, nuk është diskutim, sepse njerëzit nuk kanë kohë dhe nuk kanë mundësi që të mendojnë për luks. Luksi thjesht është vetëm në Instagram. Unë e mendoj që na të rritë nuk po mendojna vetëm për pare, po mendojna që me pas një farë stabiliteti financiar, që kur na të kemi fëmijë ose të krijojmë familje, që me pas qatë stabilitet edhe që m'ja ofru fëmijës tonë në të ardhmen një diçka që është e mirë për ta dhe për shkollimin edhe për të gjitha këto. Nuk po besoj që të rritë ikin këtynve përgjithësive, po që po punojnë ma shumë rreth tyre. Për me ndimin.